Ka nisur në Pogradec edicioni 15 i Festivalit Ballkanik të Filmit dhe Kulinarisë. Festivali që bën bashkë të gjitha vendet e rajonit dhe prodhimet e fundit kinematografike është bërë tashmë pjesë e qytetit liçenor, edhe pse ka qenë një sfidë për ta mbajtur atë gjallë. Jemi shumë të lumtur që kemi mbrit në vitin e 15, nuk ka qenë e thjeshtë si rrugë të mendosh të gjithë njerëzit që na kanë shoqëruar në këtë rrugëtim. Edhe gati tani që po hapim edicionin e 15 jemi të përmalluar për të gjithë ata që na kanë shoqëruar dhe që ndoshta mungojnë, kanë ikur nga kjo jetë. Për të prodhuar një film në Ballkan është për herë më e vështirë, ndaj kjo e bën festivalin ende interesant, thot regjizori Elis Mataj. Momenti që kanë pasionin, vazhdimësia që ne i japim, mundësia dhe orientimi për të qenë regjizor të ardhshëm. Gjithmonë ka të dhënë rezultatet e mira mbi ta. Janë më kërkues, janë profesionistë më të mirë, janë spektatorë arti shumë të mirë, dhe kjo bën që në një lloj kategorie të caktuar ata do ta gjejnë gjithmonë vendin në pjesën e artit dhe kinematografisë. Antarët e jurisë vlerësojnë faktin që festivali nuk humb promovimin e kulinarisë në thelbin e vet. Hera ime e tretë në këtë festival, 2 herë pjesëmarrëse dhe tani pjesë e jurisë. Është ngjitur me liçenin dhe lidhet me ushqimin dhe kjo është e rëndësishme dhe nuk e humb esencën e gjës. Unë drejtoj pak a shumë një festival të tillë në Maqedoni. Jemi të njëjtë në thelb dhe është mirë që kemi ura të tilla bashkëpunimi. Festivali Ballkanik i Filmit dhe Kulinarisë do të zgjasë për 5 ditë në qytetin e Pogradecit dhe janë mbi 40 filma pjesëmarrës në këtë edicion të 15.